Në vend të stabilitetit institucional, Kosova po përballet me një situatë të re pa sigurie politike. Pas dështimit të kuvendit për të përmbyllur procesin e zgjedhjes së presidentit të ri brenda afatit kushtetues, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani njoftoi se ka nxjerrë dekret për shpërndarjen e kuvendit. Sipas saj, deputetët nuk arritën të përmbushin detyrimin kushtetues për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit brenda afatit përcaktuar. Ky zhvillim ka hapur një debat të fortë politik në vend, ndërsa situata po ndiqet me vëmendje edhe nga qytetarët shqiptar jashtë Kosovës. Në qytetin e Vlorës, shumë qytetarë thonë se zhvillimet në Kosovë nuk i surprizojnë, pasi sipas tyre përplasjet politike janë bërë të zakonshme në hapësirën shqiptare. Ata shprehen se situata të tilla janë të pritshme, pasi shpeshherë politika shqiptare karakterizohet nga mungesa e kompromisit dhe dialogut. Ne jemi shqiptar dhe shpesh nuk arrim të gjejmë gjuhën e përbashkët mes nesh, thonë qytetarët, që kanë ndjekur me shqetësime dhe zhvillimet më të fundit politike në Kosovë. Ndërkohë, përpjekjet e dështuara për zgjedhjen e presidentit të ri po ndiqen nga afër nga qytetarët vlonjat, ndërsa shumë prej tyre shprehen se shqiptarët si në Kosovë, ashtu edhe në Shqipëri, duhet jenë shembull i stabilitetit politik dhe institucional, sidomos në një rajon ku tensionet politike shpesh kanë prodhuar kriza të zgjatura. Sipas tyre, përplasjet mes institucioneve dhe partive politike nuk janë një fenomen që ndodh vetëm në Kosovë. Edhe në Shqipëri, thonë qytetarët, politika shpeshherë shoqërohet me konflikte të forta mes palëve, ku mungon kultura e kompromisit dhe konsensusit. Ata theksojnë se institucionet demokratike funksionojnë më mirë kur ekziston dialogu dhe gatishmëria për të gjetur zgjidhje të përbashkëta. Në këtë kuadër, qytetarët theksojnë se politika shqiptare duhet të reflektojë më shumë mbi rëndësinë e stabilitetit institucional dhe të përgjegjshmërisë qytetare. Sipas tyre, situata të tilla jo vetëm që krijojnë pasiguri politike, por edhe dëmtojnë besimin e publikut te institucionet. Asnjëherë si të gjithë shqiptarët që nuk e gjej veten se ku duhet të jenë. Edhe shqiptarët, qeveria jonë edhe Po pse ne mos e më mirë nga ata dhe ne? Kështu që është krizë politike, pra sigurisht që është. Sigurisht që është. Unë dua di këtu për Shqipërinë, jo për Kosovën. Sot është ditë feste. Nesër është 8 marsi, duam drejta tona. Jemi pensionista, duam qendra argëtimi, duam rritje pensioni. Për politikën, nuk e ndjek fare politikën? Politikën, për hajdutët, s'dua të di fare. Ata janë hajdut për vetet të tyre, për ne nuk mendojnë. Po shqiptarët punë kanë, si Shqipëria e Kosova, një punë një mandje kanë. Ky që quajnë këtë kryeministin, është një mendje madh, mendje li, dhe ti dhe pos pata një organizim të mirë, nuk bëhet shtet. Afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit përfundoi më 5 mars në Kosovë, ndërsa sipas kushtetues, kuvendi duhet të zgjidhte presidentin e ri të paktën 30 ditë përpara përfundimit të mandatit aktual, i cili përfundon më 4 prill.